Në përgjithësi, të drejtat e grave dhe vajzave janë, si thua, njësi matëse për nivelin e demokracisë në vend, nivelin e demokracisë të një shoqërie dhe të një shteti në përgjithësi. Ne realisht kemi sjell shumë ligje në kuvent, kemi bërë edhe përmirësime të ligjeve, po të marrim të analizojmë ligjet i kemi të mira. Sigurisht se duhet të përmirësohen në disa aspekte, megjithatë ajo çfarë lihet për të dëshiruar është implementimi i ligjeve, që do të thotë të drejtat e vajzave dhe grave duhet të respektohen dhe të mbrohen në mënyrë institucionale, jo vetëm nga kuvendi që sjell ligjet, por edhe nga të gjitha institucionet e tjera që të mos përballemi me pabarazi gjinore, që të mos përballemi veçanërisht në shoqëri dhe në shtet me dhunën kundër grave ose dhunën ndaj grave, e cila është jashtëzakonisht e shprehur, qoftë si dhunë fizike, qoftë si dhunë psikologjike ose ekonomike dhe institucionale. Dhe unë mendoj se po ndoshta kemi disa hapësira ku ne si parlament duhet të intervenojmë, megjithatë për përmirësimin e të drejtave të grave, për ngritjen e nivelit dhe respektimin e të drejtave të grave, duhet të kyçen të gjitha institucionet, por edhe një institucion relevant që unë mendoj se duhet t'i japim rëndësi është familja, aty ku mësohen mënyra e sjelljes, ku mësohet sistemi i vlerave, qoftë për vajzat, qoftë për djemt. Faleminderit.